gëztimit dhe shantazhit të largohen nga këtu. Nuk ka ndodhur Fidane, edhe ti e di, me ndërtime në mes të Prishtinës ka ndodhur. Ka ndodhur me ndërtime në mes të Prishtinës. Po unë nuk e marr si alibi këtë. Po flasim për ndërtime shumë të mëdha. Po kjo është gara më shumë mes bizneseve. Jo, s'ka ndodhur. Ka ndodhur dhe kanë lënë me miliona euro aty dhe janë ndërtuar më kthy këtu. Ka ndodhur. Po, ta them unë. Mirë, kryetar. Edhe kompani karburantësh, sa për dini. Po, në fakt kemi pasur dhe kemi raportuar edhe për rastet e tilla. Faleminderit shumë kryetar, kënaqësia që ju patëm drejt për drejt. Nuk merret një rast, Arben, dhe të merret si të bëhet alibi pastaj. Jo, s'është rast, në rregull. Se unë nuk është rast. Unë ju thash çdo dalim për tek këtij pet ku ditë flasim praktik, po. Jo, dalim kur dush vi atje në studion një ditë, unë kemi përgatitur për emra biznes, po ti bi. Gjithsesi. Arben, sepse ti bëj gati unë emrat e bizneseve, se do të 3, Fidani, unë po do t'i bi 30. Po inshallah në 200. Ja jap një për një të regjistruara e me investime në Prishtinë. Ju mirëpresim në studio, kryetar, gjithmonë kënaqësi. Po ne jam i gatshëm të vi, unë jam i përgatitur, nuk merrem me biznes, nuk kam statistikat e biznesit. Po s'ka më shumë, po më lëvizje bën dozës. Kjo është taktik për me kap tjetrin kështu, po jeni garantuar të vi. S'ka taktik. Taktik tash bës të zgjasim debatin, se taktika s'bojmë ato, na diskutojmë. Faleminderit shumë kryetar, gjithmonë kënaqësi. Në fakt e kishim kryetarin e Lezës, i gatshëm gjithmonë për të impenjuar edhe në tema të mbrëmshme. Po, së shpejti ta kemi në studio. Në fakt është një prej kryetarëve më bashkëpunues sa i përket raportit me mediat edhe me gjithë Kosovën. Në fakt është shumë i lidhur me kryetarëve të komunave që i njohin e pikë që përcjellin politikën në Shqipëri. Kryetar që si ky që është i lidhur me Kosovën dhe që ndërvepron edhe me kryetarët të komunave të tjera. Është shumë shpesh Kosovë, është vërtet. Edhe shumë shpesh Kosovë dhe me biznesin edhe me gjithçka tjetër. Fantastik në fakt. Urojmë që kjo ofrim përcjellet edhe tek niveli qendror, te niveli i qeverive dhe i kryeministrave. Dikur i kishim kryeministrat që takoheshin shpesh. Mbaj mend që Edi Rama kur vinte në vetvendosje, në vizitën e tij të parë mahnite nga në moment do të më kthin kujtesë. Kur është nis autostrada e Kombit, kur ka ardhur deri te bashkimi i tunelit që në një farë nuk kanë qenë raportet më të mira thashë Berisha apo këto bashkë. Këta do të thonë, megjithëse s'kan qenë asnjë raportet e Berishës me thashin raporte të mira, po megjithatë ata kanë ndodhur aty e kanë zgjodhur dorën njëri tjetrit, të buzëqeshur, të lumtur, që po hapet rruga Kombit, që po i bashkon dy vendet që kanë qenë ndora dhe fizikisht për shkak të rrugës keqe që ka qenë rruga. Tash për të kujtuar kështu ato edhe blerimit një argument. Me një autostradë që do të lidh te Lira prap, me një autostradë që është kënej edhe anë kufirit, që prej këtuit deri në Vlorë mundesh me shku potencialisht për 4 orë, maksimum 4 orë mundesh me shku atje. Domethënë për mos me qenë aty prezant në një festë tillë kombëtare, unë mendoj që nuk ka arsye tem. Nuk ka arsye tem as festat private ose veç eventualisht nëse kena një problem të madh në shtet ose në një takim të rëndësishëm ndërkombëtar që duhesh me udhëtu, kjo është arsye ton. Për ndryshe nuk ka arsye tem tjetër. Për t'ia kujtuar tash edhe blerimit një argument artona. Mos po e gjykojmë shumë Kurtin kur nuk ka raporte të mira me Edi Ramën. Se nëse kthehemi në të kaluarën Rugova nuk është shshuaj për marrëdhënie me të mira me as Thaçi. Nuk po e gjykoj Kurtin. Nuk po e gjykoj Kurtin sepse nuk e di ai ka orë ftesë. Domethënë nuk po duhet gjyku Kurtin, më thonë që Kurti është fajtor pse s'ka shkuar. Po ndoshta mund të jetë edhe Edi Rama. Prandaj nuk po e gjykoj unë asnjë gjë. Po gjykon sapo mundesh. Po gjykoj me emrin, për më në emër. Po gjykon sapo mundesh. Po dosh me qenë dy kur e pove lëvizin aty ecjen, kur ec presidenti i Shqipërisë. Po nuk e di çka tjetër se indikativ. Dosh edhe kryeministri i Kosovës me kryeministin e Shqipërisë. Tash është faj që Edi Rama nuk e ka ftuar Albin Kurtin, apo është faj që Albin Kurti për kundërtesës nuk ka shku, kjo mbetet me uçarë. Atë do ka faj edhe Edi Ramës nëse nuk e ka ftuar. Jo, nëse nuk e ka. Mishruar dhe me zhvillimet politike që ndodhin në Shqipëri, edhe me gjitha zhvillimet e tjera. Jemi më të mishruar, është vërtet. Ti ki matje që kanë dalë kolegën nga Juzi, shamo 80% nuk e njohin kush është Lumir Avdixhiku. Kryetari i LDK-s ka matje që hyp në Libnë. Se di kush është. Mund të jetë ndoshta 80% se ka njohur Lulbashin bre. Po pse duhet ta njohin? Jo, nuk e kam për Lumirin, e kam për kontekstin politik. Ne jemi rritur në një kontekst politik. Do ta njohim pra Sali Berishën ose Lulbashin që ka qenë se tjetër. Po e njohim sepse jemi për shoqërim.
Po në Çka kjo jemi? rajon jemi më të politizuar. më të Po, fokusuar tek tash gjykimi më të politizuar jemi, ja. Domethënë, flasim praktik, unë thash dilni pak pi narracionit Ta garantoj që personazhet e Big Brother t'i njohin të gjithë ekstreme. Dilni pak. Dilni pak ata flisni njohin, realitetin. Dëgjom, na mund të bëjmë vetë trafsh sot doni këtu, apo kupton? Realiteti është tjetër çfarë bën.